Të nderuara media të pranishme sonë këtu, shumë të dashur qytetarë të Republikës, më lejoni të shpreh mirënjohjen time të thellë dhe falënderimin për mirëpritjen e jashtëzakonshme në të gjitha qytetet, fshatrat, lagjet, shtëpitë e familjet, gjithandej vendit tonë. Po ashtu një falënderim për mijëra vullnetar, simpatizant e aktivist që organizuan fushatën dhe ishin krahu ynë i fortë në këtë fitore madhështore. Me 9 shkurt, si vjet, fitoi lëvizja vetëvendosje me partnerët. Me 28 dhjetor 2025, fitoi populli i Kosovës dhe Republika. Urime fitoria më e madhe në historinë e vendit. Tash na presin shumë punë përpara. Rezultati sotëm na ka bërë të qartë që duhet të ecim përpara pavonisë. Sa më parë që certifikohen rezultatet, aq më shpejt do të na duhet të krijojmë institucionet e të vazhdojmë me punën e mirë dhe projektet e nevojshme. Në kuvendin e legjislaturës së 10, po na pret plani i rritjes Bashkimit Evropian në vlerë prej 880 milion euro, prej të cilave parafërsisht 2/3 janë kredi, ndërkaq 1/3 grantë, dhe 3 marrëveshje me Bankën Botërore në vlerë prej 120 milion euro, pra mbi 1 miliard euro gjithsej. Ftoj nga tash partitë opozitare për bashkëpunim në kuvend për marrëveshjet ndërkombëtare, për ligjet e mira që do t'i procedojnë dhe për interesin publik të qytetarëve të Republikës. Edhe një herë urime të gjithë qytetarëve, mërgatës dhe secilit pa dallim, fitoren historike që është në rrugë të mbarë të tejkaloj edhe 14 shkurtin e vitit 2021. Sot ishte një ditë e gjatë, përveç se e bukur dhe e rëndësishme. Ju falenderoj. Prime Minister in English, please. Allow me to start by thanking citizens of